Qartë, e kuptova, kryetar. Ku është projekti kryesor ku jeni koncentruar në këtë vit? Çfarë prisni? Realisht cilat do të jetë karta me cilën do t'i drejtoheni qytetarëve në zgjedhje lokale? Ne gjatë kësaj periudhe kohore kemi arritur që të realizojmë një numër të madh projekte të rëndësishme për komunën e Podujevës dhe po ashtu edhe këtë periudhë kohore jemi vazhdim në shumë projekte të cilat janë duke u zhvilluar ose edhe ato të cilat janë në proces iniciimi për të bërë këtë vit. Ajo që është shumë e rëndësishme, po presim që për pak ditë po shpresoj të nënshkruajmë kontratën për fillimin e punimeve në ndërtimin e pishinës gjysmë olimpike, e cila është e para në nivel vendi që bëhet dhe fatmirësisht po bëhet në komunën e Podujevës. Janë duke u zhvilluar punimet në 3 objekte të reja shkollore, që tashmë kemi nënshkruar kontrata dhe po vazhdojmë punimet. Presim që 2 të tjera, cilat janë në proces të përmbylljes si projekte për muajin shtator, domethënë t'i kemi të gatshme dhe t'ju vëmë në dispozicion nxënësve tanë. Po ashtu kemi edhe 2 objekte të tjera, cilat praktikisht janë duke u ndërtuar. Njëra prej tyre, e treta domethënë tashmë është e finalizuar dhe besoj nga 1 shtatori do i pranoj fëmijët. 2 tjera të ato po shpresojmë që njëra spaku në qytetin e Podujevës deri me 1 shtator të finalizohet, që është një investim për Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Por këto nuk duhet lënë anash edhe shumë projekte cilat janë qoftë në azherimin e ndriçimit publik, mbërmbajtjen e tij, pastaj rrugëve të asfaltura, rrugëve cilat trajtohen me material të zhavore, dhe shumë po njëkohësisht edhe trotuare të shumta, si dhe rrugë tjera cilat do të trajtohen me kocka dhe po presmi që shpejt të debllokohet projekti fillimi punimit në projektin e parkut industrial, i cili proces i prokurimit është ka zhvilluar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe kemi informacione që janë disa telashe të vogla në kuptim të ankesa të cilat janë paraqitur, po shpresojmë që këto shpejt të kalohen edhe në varfërme të krijohet mundësia që edhe ky projekt të fillon së ndërturi, sepse është një prej projekteve shumë të rëndësishme për komunën tonë, edhe i cili projekt besoj që ka me pas efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik, por edhe të funksionimit më të mirëfillt të bizneset ndryshme brenda territorit të komunës së Podujevës. Këtë këtu janë projekte të rëndësishme, projekte kapitale të rëndësishme, cilat për ditë më shumë po e lehtësojnë jetën e qytetarëve në komunën e Podujevës. Faleminderit shumë kryetar, kënaqësi e veçantë që ju pata drejt për drejt. Menderit qofshi.